edhe ka dalë që në Gjakov, si pas raportimeve të zyrtarëve tonë KKZ, një flet votim me numër serik ndryshe është hudhë në kuti diku. Një, amo. Në dengjet e flet votimeve, cilat janë të bashkume me një ngjitës edhe kur hiqet ai shkputet prej dengut, ka dalë që flet votimet e fundit, 1-2, nuk e di sa, në atë dengun, kanë qenë me numër serik ndryshe. Kështu ka dalë. Ndoshta, fat në Gjakov ka qenë që dalja ka qenë ma vogël, edhe nuk kanë mri me i shpenzu gjitha dengjet, edhe me dalë ma shumë vota me numër serik ndryshe në për kuti. Po themi se po du me besu që është gabim teknik. Okej, për shkak se edhe mundet me ndodhë një gabim i tillë teknik. Amo të na problemi shëndrohet në faktin që kompania e cila i ka shtyp flet votimet, e që janë material shumë sensitiv, sikur monedhat, duhet me qenë të numerume me elemente mbrojtëse e tjera, janë shtyp për një kompani e cilën e ka negociu, në me thonë, institucioni jonë. Në thonë, është kontratë e negociume. Edhe po dalin shumë pyetje tash rreth kompanisë dhe rreth kontratës. Përderisa në Mitrovic, drejtën më ju tregu, nuk e di, nuk muj me pas informacione tepër shumë, amo nëse ka flet votime pa vull, ndëgjo, është sa në tepër i thjesht, një punë e ka një komisioner aty, me imshu vulla. Me imshu vull flet votimit, sakt. Ose me 2 vulla, pse imshon 2 herë, qa ka nevoj me bo një gjotë tillë. Kështu që po duket që atje ka probleme, në Gjakov nuk janë shfaq problemet këtu në natyrave tjera, po një flet votim me numerim ndryshe. Pra jemi ka themi që një flet votim është në kuti, mirë po ka pas ma shumë flet votime që ka fundi, dengut kanë qenë me numra serik tjerë, edhe veç nuk kanë mri mu shfrydzu. Po nuk janë hudhë në kuti, do të thotë nuk janë marë prej votusit edhe më hudhë në kuti. Nuk është shpenzu dengu i flet votimeve. Kjo është si pas asaj që e kom dëgju prej zyrtarëve tonë, edhe kaq di për këtë çështje. Edhe njëherë, qysh ka ndodhë, pse ka ndodhë vetëm në 2 komuna, nuk e di, ndoshta dikush duhet me pyet edhe me konstatu a ka egzistu i njëjti fenomen edhe në komuna tjera, do të thotë nuk janë shpenzu dengjet, apo diçka ka pas, nuk e di, amo është për shqetësim, për shkak se zgjon dyshime. Supozo që të gjithë njerëzit kanë shku e kanë marrë flet votimin në rregull, kanë votu në rregull, këtë në rregull. Asnjë shkelje procedurale deri te numri serik nuk kanë ndodhur. Prap nuk guxojnë me ndodhë kësi gjona, se shkaktojnë shqetësim dhe dyshime të njerëzit. Kredibiliteti i zgjedhjeve, besueshmëria njerëzve në zgjedhje është esenciale për demokracinë, edhe nuk kemi për nevojë për me na ndodhë kështu problem. Mandatit 3 në kryt Gjakovës, po kush përcjell politike din që keni qenë i jeni nështru proceseve zgjedhore shumë a herët, zdia ka zgjedhjen e cilat s'keni marrë pjesë në naj listë, ose për deputet, ose për kryetar të komunës, keni marrë pjesë në zgjedhje kur, se di, ka organizu në Miku, në kotu në Miku të mandej kur është formu KQZ-ja, mandej kur i kemi marrë do kompetenca kur ka pas, se di, 2010-ën kur kemi konstatu vjedhje, 2014 e tutje kur janë zgjedhjet shumë ma mirë. Vlerësimi ju i kështu i lirë, sa serioze është kjo situatë, kur është që në deng ka numra serik që s'përputën? Që bëj një rezumim kështu pak ma ndryshe. Zgjedhjet e para, kemi pas shumë pak përvojnë, vitin 2000, zgjedhjet e para lokale. Drejtëm ju të regu, nuk po flas veç për